Besoj që PDK e bën më të njëjtin gabim që ka bërë para 4 vjetë, se i ka djeg. Ky i ka djeg për shkak se i ka premtuar tjetër sen. Ky ka premtuar që ky s'del më kandidat hiç. E tash ka dalë me PDK-n. Jo, jemi në bisedime, kemi raporte shumë të mira, jemi në bisedime, po shpresojmë që ka më bën, po për momentin nuk kemi koalicion. Ti s'kina ndalesë për qendrës? Jo, nuk kemi ndalesë. S'kemi pas as para 4 vitesh, nuk kemi pas ndalesë. Për PDK-n viti nuk kemi pas ndalesë asnjëherë. Komunës kryetor që bashkëpunon me të gjithë. Nuk ka kryetori i komunës partijak. A ki marrë veshje me as qeveria qendrore në kom partijake, po ta shikoja si kanë punu këta, ndorin buxhetore për shembull, neve ne kalon 4 herë, komunës vetë shtimës 107 euro për kokë banore. Shikoja si kanë punu këta. Por unë nuk punoj me diferencim partijak. A kina koalicion me dikon? Unë kam partneritetin me PDK-n, fatikisht i cili funksionon nënde, është kryesuesi lideri i PDK-s, ish kandidati, janë drejturat e qeverisë. Por ne do të bashkëpunojmë me partitë e tjera. Ne bashkëpunojmë edhe me grupin parlamentar të VV-s për intereset komunës, nëse ata votojnë buxhetin, projektet e mira, interesin. Unë marr si kryetor komunë që do të jem sigurisht marr drumca dhe pjesë edhe nga programi nëse ka zot ja demi program. Por vetëm nëse bën një fjali, por nuk më tregoj ako program. Po të dëshirë me po programin, unë e tregova të dy dokumentat. Mas pari koalicione. Se i përket ajo që thot për punë në koalicionin, unë nuk besoj që PDK e bën më të njëjtin gabim që ka bërë para 4 vjetë, se i ka djeg. Ky i ka djeg për shkak se i ka premtuar tjetër sen. Ky ka premtuar që tash. Ti po PDK-ja s'është koalicion me? Jo, tash. Atë janë qeverisje, domthonë do sa të kryet mandati, po nuk hin më me ta, se ky i ka mashtru. Ky ka premtuar që ky s'del më kandidat hiç. E tash ka dalë me PDK-n. Jo, jemi në bisedime, kemi raporte shumë të mira, jemi në bisedime, po shpresojmë që ka më bën, po për momentin nuk kemi koalicion. Ti s'kina ndalesë për qendrës? Jo, nuk kemi ndalesë. S'kemi pas as para 4 vitesh, nuk kemi pas ndalesë. Për PDK-n viti nuk kemi pas ndalesë asnjëherë. Edhe besojmë që mundna me bëni bashkëqeverisje të mirë, edhe me 2 parti tjera më të vogla. Edhe nuk besoj që ky mund të më marrë mbështetjen e këtyre partive se ata e njohin tashmë. Po më kallzon be arsim çka ka të keqe PDK-ja në qendër, kur viti, po mund është me voti koalicion, jo shumë mirë. Unë s'po thom, po inkurajoj konsensusin politik. Sepse qytetarët jena në zërb me po koalicione ma sa, që një vjetë, për mos me shku në zgjedhja, apet. E pse ti po mund është me PDK-n e zbën Albin Kurti me PDK-n qendër? Të të vitë Albinin për këta, unë nuk e di. Me vetë Albinin. As më kalzon Albini juve, mus më kalzon. Na kalzon, po problemi që jo, ai ka po publike qëndrimet e veta pse, jo, nuk kam nevojë përsëri. I ka bërë qëndrimet vetat edhe subjektit. Ai fol veç për veti, a fol për këtë? Edhe subjektit, sigurisht, te kryetari subjektit ai ka bërë ditën arsyet nuk po do më i përsëri tash këto. Tash, se po do më shtilu ka vëndë këtë, po nuk po do me nivel lokal na kemi. Jo, po du veç krejt populli po këqyrë se s'po bojë koalicion. Nivel lokal, krejt populli. Po tash, ato i kanë afru LDK-s, nuk kanë pas, nuk kanë gjetë për bashkë, tash na kemi tentu me dalë për kësaj krize. Nivel lokal, na kemi raportet mira, edhe me grupin parlamentar, të kalume tash edhe të PDK-s, pavarësisht që ato kanë zgjedhë diçka tjetër herë në kalume, po nuk e bojnë me të njëjtin gabim.